Kryetari i Prizrenit Ramadan Muja ka pezulluar të martën aktivitetet e tij si kryetari i komunës së Prizrenit, duke respektuar vendimet institucionale, integritetin dhe dinjitetin tim si kryetari i zgjedhur i komunës dhe si qytetari i përgjithshëm, i bindur në pafajësinë time, kam vendosur që derisa gjykata e apelit të merr vendimin për ankesën time, ndaj vendimit të gjykatës themelore të pezulloj aktivitetin tim në cilësinë e kryetarit të komunës, shkruan Muja në një njoftim dërguar mediave. Ramadan Muja është dënuar më 13 mars nga gjykata themelore e Prizrenit me 2 vite me kusht dhe 30 muaj ndalesë ushtrimit të funksioneve publike. Bashkë me të janë dënuar edhe 5 zyrtarë tjerë komunal. Menjëherë pas këtij dënimi, shoqëria civile dhe opozita kanë filluar kërkesat për dorëheqjen e Mujës, ndërsa ai e kishte kundërshtuar këtë duke thënë se do ta dërgojë rastin e tij nëpër të gjitha instancat gjyqësore të Kosovës. Kastriot Jahaj, përfaqësuesi i grupit të qytetarëve aktiv të Prizrenit, i cili është arrestuar dhe liruar të martën nga policia e Kosovës, tha se vendimi për pezullim të aktiviteteve të kryetarit është i kundërlidhshëm dhe se grupi i qytetarëve aktiv kërkon vetëm dorëheqjen e tij. Jahaj tha se të mërkurën do të vazhdojnë me marshin protestues të paralajmëruar më herët në kërkesë të dorëheqjes së Mujës. Përpara njoftimit të kryetarit të Prizrenit për pezullim aktivitetesh, grupi i qytetarëve aktiv për Prizrenin ka mbajtur edhe të martën një protestë përpara dyerve të shtëpisë së bardhë në Prizren, duke kërkuar dorëheqjen e kryetarit Ramadan Muja. Protestuesit u paralajmëruan nga policia që të lirojnë dyert të shtëpisë së bardhë. Kaloni anash, kaloni anën tjetër, ju mundeni me protestu, por me bloku derën kryesore nuk lejo. Unë me temën e përfundova. Na jemi të obligu me reagu me ligj, si dje, si sot, si nesër, si çdo herë. Pasi protestuesit nuk ju bindën urdhrave të policisë, 5 nga ta u arrestuan, me rast edhe u ndërprej protesta para kuvendit komunal.